Sot kemi ardhur në Universitetin Ismail Qemali në qytetin bregdetar të Vlorës për të mësuar më tepër se çfarë ky universitet ofron për të gjithë maturantët dhe kandidatët që interesohen të studiojnë pranë tij. Do të flasim me rektorin e universitetit, me stafin akademik dhe me studentët për të mësuar më tepër mbi eksperiencën e tyre gjatë kohës së tyre në këtë universitet. Gjithashtu do të shohim të gjitha sallat e zhvillimit të leksioneve dhe seminareve, të gjitha laboratorët dhe të gjitha facilitetet e tjera që ofron Universiteti Ismail Qemali për të gjithë studentët që studiojnë aktualisht këtu, por dhe për studentët e ardhshëm të tij. Shkojmë të shohim të gjitha këto nga afër. Unë jam rektore e universitetit, Aurela Salie. Faleminderit shumë që erdhët tek ne. Universiteti është ngritur fillimisht me 3 fakultete dhe pastaj është shtuar një fakulteti 4 dhe tani ka 4 fakultete. Fakultetin e Shëndetit, Fakultetin e Ekonomik, Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore dhe Fakultetin e Shkencave Humane që është i fokusuar kryesisht tek programet e edukimit dhe tek programi i drejtësisë. Programet që ofron Universiteti i Vlorës janë programe të veçanta me rëndësi rajonale. Sigurisht që ka programe që ka pak universitete që mund të ndiqen, siç janë për shembull programet e navigacionit, programet e inxhinierisë navale, programe i inxhinierisë armatimit që do hapim këtë shtator dhe që është i pari në llojin e tij në Republikën e Shqipërisë. Kushdo i ri sot që dëshiron të ndjek studimet e larta është i ftuar të vinë në universitetin tonë sepse diku do ta gjej veten. Është e vërtet fakti që ju keni disa programe studimi të cilat janë të veçanta. Cili program do thoshit ju personalisht që ju duket një mundësi për të mos u humbur nga maturantët? Unë do ta përqendroja informacionin tek programet e reja që po hapen. Sigurisht ne kemi dhe programe ekzistuese të suksesshme. Programet e infermierisë që ne ofrojmë janë jashtëzakonisht shumë të suksesshme, jo vetëm në tregun e brendshëm, po edhe në tregun e jashtëm të punës. Inxhinierit i kemi pasur, inxhinierin mekanike dhe inxhinierin elektrike kemi pasur gjithmonë me në kuota maksimale të plotësuara. Disa programe të reja që për momentin janë unike në territorin e Shqipërisë. Njëra nga ato është masteri në inxhinierin armatimit që u përmenda pak më parë. Është master në inxhinieri armatimi me profil minor në navigacion dhe në aviacion. Një program tjetër është programi i shkencave arkitekturore në trashëgimi kulturore, është program unik. Fillimisht, pothuajse 80% e profesoratit që do zhvillojë këtë programin e arkitekturës do të jetë profesorat italian, i ardhur nga Universiteti Politeknik i Barit, do zhvillohet në Universitetin e Vlorës në pjesën e tij më të madhe kohore. Cila do ishte këshilla juaj për maturantët që të bëjnë zgjedhjen e duhur? Tek zgjedhjet në bazë pasionit. Të zgjedhin atë deg në të cilën do mendojnë që kur të zgjohen në mëngjes do ikin të lumtur në punë. Çfarë do t'u sjell atyre kënaqësi mbrapsht, nëse do të çohen çdo mëngjes dhe do bëjnë punën që duan, pastaj ana materiale do t'u kthehet mbrapsht me patjetër. Plus pastaj Universiteti i Vlorës është vendosur në zemër të qytetit të Vlorës, është në zemër të një rajoni të mrekullueshëm turistik dhe të gjitha këto arsye e bëjnë shumë joshse ofertën akademike të Universitetit të Vlorës. Unë jam Enkelet Mihilli, jam dekani i fakultetit që prej shtatorit të vitit 2024. Në Fakultetin e Shëndetit kemi 3 departamente. Cilat janë disa nga programet më të preferuara nga të cilët maturantët i zgjedhin dhe pse pikërisht këto programe? Dega e infermierisë është ajo që është më e kërkuara si dhe dega e imamisë, sepse u ofron mundësinë studentëve ose më saktë të diplomuarve të futen direkt në tregun e punës. Kapacitetet njerëzore që ne kemi këtu, eksperjenca jonë e madhe, laboratorët modern që kemi na japin mundësinë të përgatisim studentin për tregun vendas. Ju keni dhe laboratorë pra të cilët e mbështesin atë gjatë studimeve për ta bërë më të aftë, po themi që nesër të jeni profesionisti i mirë. Sigurisht ne fokusohemi jo vetëm në përgatitjen dhe marrjen e njohurive teorike të studentit, por më shumë në përgatitjen dhe marrjen e aftësive dhe kompetencave praktike, ato që ai do të jetoj dhe do të ndjeki gjatë udhëtimit tij në
vendin e punës. Dhe paralelisht përveç laboratoreve modern që kemi, studentët një pjesë të madhe të kohës së tyre gjatë studimeve në Fakultetin e Shëndetit e shpenzojnë në qendra shëndetësore dhe në spitale ku vinë në kontakt drejt për drejt me pacientin. Kemi bashkëpunim me Spitalin e Vlorës, me Spitalin Psikiatrik të Vlorës, me Spitalin e Fierit, me Spitalin Modern Memorial të Fierit, i cili është ndërtuar vetëm pak vite më parë, por kemi dhe paralelisht bashkëpunime me qendra të tjera, me qendra shëndetësore, me Drogshin, me qendra primare në të cilat studentët mund të kryejnë praktikat e tyre dhe një gjë shumë e rëndësishme, kemi marrëveshje bashkëpunimi me institucione të arsimit të lartë jashtë Shqipërisë, në të cilat studentët kanë mundësinë të vënë dhe të zhvillojnë praktikat atje. Pra Erasmusi, po themi bashkëpunimet që ju keni, po themi suporti qoftë i stafit akademik. Kemi mundësinë të ofrojmë studentëve të gjitha ato që ata kanë nevojë, si për jetën e tyre, për të përgatitur për tregun e punës, por edhe nga ana tjetër edhe për jetën e tyre studentore, sepse kuptohet që gjithnjë studentët kanë nevojë dhe për argëtim dhe për një cilësi jetese të lartë. Bashkëpunimet tona u japin mundësinë studentëve të kenë të gjitha njohuritë e nevojshme për tregun e punës nesër. Unë atë që kam për t'u thënë studentëve para është të zgjedhin atë deg që ata duan të ndjekin, që kanë dëshirë të ndjekin, e dyta të zgjedhin një universitet dhe një deg e cila është e njohur, është e akredituar, të njohur ndërkombëtarisht, gjë që u ofron atyre mundësinë të punësimit në çdo moment, në çdo kohë. Në fillim, si të gjithë studentët e tjerë, me pak angth, por dal nga dal jam përmirësuar, duke njitur një staf të mrekullueshëm për departamentin tim dhe më pas për eksperiencat e laboratorit që kemi zhvilluar. Duke marrë nga eksperienca ime, sepse dhe unë disa vite më parë kam qenë një maturante, mendoj të interesohen njerë për fushat që ata do të zgjedhin dhe më pas për aplikimin e këtyre lëndëve që këta kanë vendosur për të studiuar. Por nëse do të marr për fushën time, siç është biologjia, do të synoja gjithmonë atë diplomë për të cilën ata do të studiojnë, sepse njihet kudo në të gjitha vendet e botës dhe nuk ka nevojë që të bëjnë një përkthim të lëndëve apo të studiojnë akoma më shumë. Unë pash të gjitha universitetet e Shqipërisë, të cilët ofronin degën e infermierisë dhe Universiteti Ismail Qemali ishte në të njëjtën vijë me universitetet e tjerë në mos më mirë dhe me kushtet dhe mundësitë që ofronte. Unë ftoj të gjithë maturantët të vinë të vizitojnë ambientet e Universitetit Ismail Qemali këtu në Vlorë dhe Fakultetit të Shëndetit, në degët infermieri e përgjithshme dhe mami, të shikojnë laboratoret, të takojnë pedagogët, të cilët janë shumë mikpritës dhe dyert e fakultetit tonë janë gjithmonë të hapura për të ndjerë mirë, për të bashkëbiseduar, për ta parë nga afër universitetin dhe të jenë të bindur për zgjedhjen që do bëjnë. Na flisni pak për programet e studimit që ofron Fakulteti i Shkencave Humane dhe pak a shumë ku është interesi më i shumt i maturantëve. Fakulteti i Shkencave Humane është nga fakultetet më të mëdha të Universitetit të Vlorës dhe ka aktualisht 4 departamente. Ka departamentin e drejtësisë, departamentin e edukimit, departamentin e gjuhëve të huaja dhe departamentin e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Maturantët, të cilët aspirojnë të bëhen student, kanë pothuajse interes në të gjitha programet e departamenteve. Gjithsesi, fokusi më i madh i tyre te departamenti i drejtësisë ose departamenti i edukimit, por secili programi i departamenteve ka veçantinë e tij, ka domethënë drejtimet në të cilat mund të përbëjnë avantazh për ndjekjen e studimeve nga ana e studentëve. Dhe ndërkohë, cilat do ishin po themi disa nga mundësitë që ofrohen nga fakulteti juaj për maturantët që do zgjedhin të studiojnë këtu? Departamenti i drejtësisë në fakt ka programin Master i Shkencave në drejtësi, i cili është një program i unifikuar, integruar, 5 vjeçar dhe studentët kanë mundësi që të fillojnë dhe të përfundojnë, të diplomohen në këtë program, duke u kompletuar dhe u certifikuar dhe duke u bërë gati për karrierën e tyre të ardhshme. Për sa i përket departamentit të edukimit, ai ka 4 programe, të cilat janë sot programe prioritare për vendin tonë, siç janë programi i arsimit fillor, i arsimit parashkollor, i histori gjeografisë. Një nga programet e tjera unike që
ka universiteti jonë në këtë departament është dhe ai pedagogjisë specializuar. Dhe maturantët mund të zgjedhin nga këto deg, sepse tashmë ka disa vite që ato janë bërë prioritare edhe përfitojnë, por mbështetje, por edhe karriera e tyre tashmë është më e vendosur. Studentët të cilët mbarojnë në departamentin e edukimit, qoftë për arsimin fillor, parashkollor apo pedagogjinë e specializuar, kanë mundësi të ndjekin mastera shkencor dhe profesional brenda këtij departamenti, duke plotësuar diplomën e tyre dhe të jenë gati që të licencohen pastaj për të bërë mësues. Nëse ne të flasim për departamentin, programet që ofron departamenti i gjuhëve të huaja, në fakt bachelorin në gjuhën angleze është një portë hapse, një portë e hapur për të gjithë ata studentë që do të përfundojnë këto studime dhe të specializohen në drejtime të ndryshme. Jo vetëm si mësues, por mund të punojnë edhe si përkthyes dhe interpret, mund të punojnë edhe në administratën shtetërore ose në sektorin jo publik, për shembull si redaktues të gjuhëve të huaja dhe të gjitha mundësitë e tjera që ofron tregu i punës. Maturantët janë në një moment të jetës së tyre, për ta është momenti më i rëndësishëm, po themi, ku do vendosin çfarë do studiojnë, dhe ndërkohë nga ana tjetër do vendosin edhe për profesionin që do kenë të ardhmen. Juve do ju kërkoja të ktheheshit pak pas në kohë tani, në kohën që ju zgjodhet për çfarë të studioni. Si do i këshillonit maturantët që të zgjedhin atë që duan, domethënë, shkollën që duan? Për të ndjekur këtë fushë, është ajo që unë kërkoj, pra është dëshira e cila i shtyn njerëzit që të kenë vokacionin për të bërë diçka. E dyta është perspektiva personale dhe perspektiva e ardhshme profesionale. Unë e kuptoj shumë mirë që maturantët në këtë moment duhet të zgjedhin gjërat më të rëndësishme të jetës së tyre. Dhe kjo është një zgjedhje e vështirë, nuk është e thjeshtë. Dhe sigurisht ka nevojë për udhëzim. Prandaj jemi këtu dhe unë po ju them, domethënë që të udhëzojmë dhe t'i udhëheqim pak drejt karrierës së tyre të ardhshme, duke ju ofruar një mundësi në Fakultetin e Shkencave Humane, në degët dhe programet që ajo ka, një mundësi shumë të mirë për t'i ndjekur, pse jo për të shkëlqyer në këto degë dhe për të zgjedhur se çfarë specializimi, çfarë fushë dhe drejtimi do të zgjedhin për të kompletuar studimet e tyre. Përshëndetje, unë jam Këze Jahaj nga Fakulteti i Shkencave Humane, studente gjuhëve të huaja në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës. Zgjodha këtë program studimi sepse dua të zhvilloj aftësitë gjuhësore dhe të punoj në përkthim ose mësimdhënie. Universiteti ofron lëndë cilësore dhe një staf të përkushtuar. Një përvojë shumë e rëndësishme dhe e vlefshme për mua ka qenë një nga programet Erasmus që unë mora pjesë, ku më dha mundësinë të studioj jashtë vendit dhe të rris nivelin tim gjuhësor dhe të përjetoj kultura të reja. Ky program më ka përgatitur për një të ardhme më të gjerë dhe më të sigurt. U këshilloj të gjithë maturantëve të bëjnë zgjedhjen e duhur. Universiteti jon dhe stafi akademik janë gjithmonë të hapur dhe mikpritës për çdo pyetje që ju mund të keni. Përshëndetje maturant, unë jam Blarina Canaj, studente e vitit të 5 të programit integruar të shkencave në drejtësi, Fakulteti i Shkencave Humane, Universiteti Ismail Qemali Vlorë. Objektivi im ka qenë karriera në fushën e drejtësisë dhe Universiteti Ismail Qemali ka qenë zgjedhja e duhur. Për gjatë viteve të studimit, kam vlerësuar formimin gjithëpërfshirës, ku kushtohet teoria me praktikën dhe bashkëpunimi që departamenti ka me administratën dhe profesionet e lira, kur ne kemi pasur mundësinë të kryejmë praktikën studentore. Kompeticionet ku departamenti ka marrë pjesë dhe ka qenë fitues disa herë, ka qenë pika kulmore në jetën time si studente. Duke kujtuar me retrospektiv momentet e mia si maturante, do doja t'ju jepja vetëm një këshill: bëni zgjedhjen që ju doni dhe pëlqeni. Ju uroj suksese. Jam doktor Blerina Dervishaj, pedagoge pranë Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Vlorës, si dhe zëvendës dekane e kërkimit shkencor. Cilat janë programet e studimit që ofrohen pranë Universitetit të Vlorës në Fakultetin e Ekonomisë konkretisht? Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës përfshin 3 departamente: Departamentin e Financës dhe Kontabilitetit, Departamentin e Biznesit dhe të Ekonomiksit. Në total, këto 3 departamente ofrojnë 6 programe studimi në nivelin bachelor, konkretisht bachelor në financë, bachelor në kontabilitet, bachelor në economics, në marketing, menaxhim turizmi dhe administrim biznesi. Për të gjithë maturantët të cilët nuk plotësojnë kriterin e notës mesatare, këtë vit kemi menduar që të ofrojmë një program të ri studimi, një diplomë profesionale 2 vjeçare në operator turistik.
Për gjithë maturantët që janë mesatarë 9.6.5, po edhe më shumë që kanë dëshirë të studiojnë një degë profesionale. Ndërkohë, cilat janë disa nga mundësitë e punësimit për maturantët që do zgjedhin të studiojnë në këtë fakultet, në programet e studimit që ofroni? Të gjithë studentët të cilët diplomohen në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Vlorës kanë mundësi të tilla punësimi, siç janë punësimi në institucione të ndryshme financiare, nisur nga bankat, fondet e pensioneve, kompanitë e sigurimeve, punësim në shoqëri kontabiliteti apo shoqëri auditimi, në agjenci pasurisht të patundshme si agent, vlerësues apo zhvillues pronash. Pasi këta student përfundojnë ciklin e parë të studimeve bachelor, cilat janë pastaj opsionet e tyre për më tej, pra niveli master, po themi? Ata mund të zgjedhin të vijojnë studimet e tyre master në nivelin në ciklin master profesional apo master shkencor pranë Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Vlorës ose pranë çdo universiteti tjetër në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë. Si përfaqësuese e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Vlorës, cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar gjithë maturantëve të vendit? E ardhmja nuk ka degë të vogla, ka vetëm zgjedhje të duhura dhe të zgjuara. Zgjedhja e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Vlorës Smel Qemali është zgjedhja më e përshtatshme për ta, sepse ekonomia është qendra dhe zemra e zhvillimit të shoqërisë. Cilat janë programet e studimit që ofron fakulteti ku ju jeni pjesë? Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore ofron një gamë të gjerë programesh, kryesisht orientuara drejt të ardhmes, të fushave si teknologji informacioni, shkenca kompjuterike, inxhinieri të ndryshme si inxhinieri mekanike, navale, mekanike, elektrike. Dhe ndërkohë, cilat nga këto programe do thoshit që janë më të preferuara nga maturantët? Deri tani të preferuara janë shkencat kompjuterike, sigurisht duke parë edhe trendet se ku po shkojmë. Për maturantët që do zgjedhin të studiojnë në Universitetin Ismail Qemali në Vlorë, cilat do ishin disa nga mundësitë që ju i ofroni atyre në karakter të trajnimit të tyre, punësimit, mundësive Erasmus, duke qenë se ju jeni edhe përfaqësues e këtij fundit? Po, si që përmenda, si pas programeve që ne ofrojmë, janë programe të cilat kërkohen dhe janë të kërkuara në tregun e punës kombëtar dhe ndërkombëtar. Pse ata duhet zgjedhin Universitetin Ismail Qemali në Vlorë? Në fillim ata duhet mendojnë normalisht ku kanë ata prirjet, sigurisht që është e para që duhet kenë parasysh kur të zgjedhin degën. Por tjetër, do të sugjeroja që dhe të shikojnë edhe tregun e punës, sepse gjithë kjo shkolla, apo gjithë kjo gjë që ne po bëjmë, diploma që po merr, në fund do të jetë në favor të një vendi pune stabil që të krijojë dhe të ardhmen e tyre. Pra është një vendim shumë i rëndësishëm që nuk duhet të bazohet thjesht tek dëshira që momentalisht kanë këtë dëshirë, por le të studiojnë pak dhe në të ardhmen çfarë do të bëjnë me këtë diplomë. Pastaj pse duhet zgjedhin Universitetin Ismail Qemali, aq më tepër Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore. Kjo është sepse fakulteti ynë apo universiteti ynë ofron një kombinim shumë të mirë midis cilësisë akademike, stafit të kualifikuar, programeve që ofron. Këtu vlen të përmend pak edhe faktin që përveç degëve dhe programeve bachelor që ne ofrojmë, për të gjithë maturantët të cilët kanë një mesatarje 6.5 e poshtë dhe nuk ndjekin dot një program bachelor, ne ofrojmë dhe programe 2 vjeçare profesionale si teknik laboratori kimik, akvakulturë dhe higienë të produkteve të peshkimit, dhe për këtë viti kemi dhe programim web dhe dizenjim digital. Studente e vitit parë të masterit shkencor të ekonomiksit në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës. Si e ke zgjedhur degën tënde, domethënë, ka qenë e vështirë për ty të zgjedhësh këtë degë studimi? Në fakt, si të gjithë maturantët e tjerë, unë kam qenë shumë e ngatruar, duke marrë parasysh të gjitha degët e mundshme dhe të gjitha mundësitë e punësimit dhe të shumë variabla të tjerë që merr parasysh një individ kur dëshiron të vazhdojë studimet e larta. Ndërkohë në Universitetin e Vlorës, çfarë facilitetesh ofrojnë për ty si studente, domethënë, si të mbështet universiteti? Atëherë, së pari dihet që tarifat e studimit janë shumë të ulta këtu. Për gjithë studentët që jetojnë në Vlorë apo dhe studentët që vinë nga rrethet, unë personalisht jam një student që vinë nga fshatrat e Vlorës, pra nga rrethet, kostot janë shumë herë më të ulta se në universitetet e tjera. Për sa i përket pedagogëve, studentët shumë thjesht mund të futen në Google, kërkojnë në Univlorën, gjejnë gjithë fakultetet, për secili fakultet stafin akademik dhe duke kërkuar informacion për secilin pedagog gjejnë CV-t e tyre. Dhe është më së dukshme që kemi të bëjmë me njerëz të mirë formuar dhe të aftë. Po përtej kësaj, një pikë shumë e rëndësishme mendoj unë, e të qenit pedagog nuk është thjesht i aftë profesionalisht, por duhet të jesh dhe pak njeri. Dhe pedagogët tu janë shumë të kuptueshëm dhe janë shumë të afërt me studentin dhe me problematikat e tyre. Një nga pikat e forta të Universitetit Ismail Qemali janë marrëveshjet e shumta që ka me shumë universitete në botë për programet Erasmus dhe Erasmus+, që janë student exchange midis vendeve të ndryshme. Ka marrëveshje me Spanjën, Portugalinë, me Austrinë, Rumaninë, Bullgarinë, Italinë e shumë vende të tjera.
Pra, ajo që do të thuash është se këtu dikush që ka dëshirë të studiojë, të jetë student i mirë, të dojë të zhvillohet ose të dojë të ndjek mundësi, i ka gjitha kushtet që të arrijë këtë gjë. Patjetër që po, mjafton vetëm ai impenjimi dhe dëshira. Edhe ndërkohë një këshill të fundit për maturantët që duan të zgjedhin Ismail Qemalin si universitetin ku ata duan të studiojnë. Universiteti Ismail Qemali Vlorës është një universitet të paktën në rangun e universiteteve të Shqipërisë që ofron i ka të gjitha kapacitetet dhe i ofron shumë programe studimi, shumë zgjedhje, ka pjesën e tarifave dhe gjitha ato që unë përmenda. Pra, i ofron le themi, i ka ato variablat bazë që i merr një student parasysh kur zgjedh universitetin.